Ai që e ka blerë shtëpinë për llogari të Karçanajt në Qerret, ai ka thënë s'pagut që është Emilinda Karçanajt. Po këtë do duhet ta ballafaqoj ai që e ka shit Karçanajin me Karçanajin që e ka. Nuk e zgjidhim dot neve. Po këta janë informacione. Por e them unë shtëpia që kam unë te liçeni thashë Dgjoj, meqense se më shkruan zoti Zef Preçi edhe më vjen në ndihmë të argumentit që po diskutojmë, thot, si lidhet pasuria me politikanin kur është në emër të tretëve. Spaku thot ai në praktik kërkon të provojë jo thjesht pronësinë formale, por pronësinë dhe kontrollin faktik. Analiza e origjinës së fondeve kontrollohet nga lëvizjet bankare. Pagesat kesh, kredi, transfertat nga llogaritë e politikanit apo personave të lidhur drejt personit të tretë që më pas ka bler pasurin. Verifikohen kontratat, shitblerje, dhurimet, huadhëniet, ku shpesh zbulohet që shmëret janë fiktive. Pagesat reale vijnë nga një burim tjetër ose nuk ka gjurmë pagesash të lishme nga të tjerët. Analizohen dokumentet e pronësisë dhe historik blerje shitje të shpeshta, kalime pronësie brenda një rreti familjar shoqëror, krijimi i shoqërive të pasurive të paluajtshme që përdoren vetëm për një politikan ose rrethin e tij. Besoj se këtu i dha fund Zefi, se Zefi nuk është më ekspert të Zefi dhe ne përshëndesim dhe bravo i qoftë që e ka shkruar se ka mund ashtu. Por në rastin konkret që po flet Bledi është thot njëri unë e bleva thot me lekët që më dha X-i dhe e ka filania. Një rast tjetër ishte që e kishte bler dikush dhe ja kishte dhënë me qira kësaj me qira tulet se e kishte gysa gasi shok. Tani ti e beson që është pronara i zotëria që thot s'kam qenë kurrë në jetën time në Qerret dhe në Por kjo thot ai nuk vërteton që shtëpia është e Karçanajt, thot kjo. Po jam dakord. Me letra është pra nga ky tipi. E kujt është me letra? Këti tipi që thot s'kam qenë kurrë në jetën time, se dikujt ja kam bler, nuk e di noterën. E jep dot Karçane shtëpinë me qira, e jep dot Karçane eshe dot shtëpinë, ja le dot ka trashëgim njerëzve vetë shtëpinë. Po pa kjo është historia. Çfarë argumenti është këtu tani më tani? Çfarë argumenti është ky? Është argument. Kjo është pastrim parash pra fiks. Mund tjetë pastrim parash. Ka investu para në logjikën e prestanomeve, pranon si koncept në... E pranoj dhe gjithmonë ta kam thënë. Po flasim për një prestanome. Ky që lexova unë është një prestanome. Po merrem me detaj që s'ka pikë vlere. Nuk ka takatin të asta shesi, asta blej, thjesht i kanë thënë do japësh i kemi dhe ai nuk e di se çka ka ndodhur me emrin e tij. Është si punë atyre incenatorëve, që do ajo që ishte lule shitja në Shkodër, dole që kishte transportuar 3 milionë euro dhera. E kupton dhe ti nuk e di fare ç'ka ndodhur me ty. Ti e përdor pronën? Po se ai se di fare ku e ka më. Ai thonë se vjen në Qerret. Gjafo kë më ngulte prova juridike, ma unë jam dakord se. Po prova juridike më se nuk kanë si ç'a di ç'a mund provosh gjykatë, më burtash dhe këta që janë parti që mendojnë që përdorin pronën, ta duhet ta kuptojnë dhe duhet jenë më të kujdesshëm në ca gjëra. Si mundet ti të thosh që prona është e jote kur ti nuk mund të nxjerrësh gjithë benefitet e pronës? Gjafo nuk ja del dot me këtë pjesë, ta shpjegoj unë, ta shpjegoj tani një sekondë. Më se ka gjë duket sikur unë ajo që po them po i mbroj kaq as më. Nuk ka problem, tani dëgjoj. Vazhdoni thoni ç'a doni tash se po thjesht Jo, kam me spakun. Jo, nuk po themi ç'a duam neve. Po themi ç'a po diskutohet. E cila gjithë histori fut të bardhë, të kuqe, të zezë. Pjesa më e madhe i ka dalë Endri, po tani do presim gjykatën, s'ka problem. Tani hetimet për parimin ndiq parani janë shumë të vështira kudo. Më kujtua para pak vitesh se si disa gazetarë gjerman hetuan një kompani nafte të një shteti si Azerbajxhanës. Dhe ta nuk e dinin kush ishte ky, ishte një kompani që bënte 500 milion euro xhiro në Gjermani. U nisën gazetarët gjerman, shkuan dhe në malin e malit të një në Azerbajxhan, zbuluan që personi ishte një bari. Pra, me emrin e personit, me ID-n e tij, kishën bërë kompani që shiste naftën e Azerbajxhanit